Kush e gjen çfarë është kjo? E gjeni dot? Ky është Netflixi i viteve 80. Keni Netflix, keni Disney Plus, keni Prime, keni YouTube, keni çfarë doni, po nuk keni kanoçe. Kjo është kanoçja famshme që në vitet 80 dikush e shpigu në Shqipëri për të parë kanalet UHF. Në atë kohë lejoj vetëm VHF, që ishte Tirana, dhe televizorët kishin vetëm vetëm VHF-n, kurse televizorët e huaj ju hiqej, ndërsa dikush shpiku kanoçen. Kanoçja vendosej këtu, o në këtë anë, o këtu afër stabilizatorit të televizorit, ky është një televizor lura, ja u vendos kanoçja, dhe me kanoçen ti mund të shije kanalin e dytë të Italisë apo të Jugoslavit, ja dhe zëri ku ngrihet. Ky është televizori lura, thash bënte 45.000 lekë, sa 9 rroga punëtorësh në atë kohë, kurse kjo është kanoçja e famshme. Në vitet 80 ishte pjesa më moderne e televizionit shqiptar, dritarja për të parë perëndimin ose Netflixi ynë. Ja. Netflixi i Shqipërisë viteve 80.